Jasi të përdorni karafilin për dhimbjet e papritura të dhëmbëve. Karafili është një erëzë shumë aromatike që ka gjetur përdorime të mira në kuzhinë që nga lashtësia. Ama jo shumë veta e dinë për aftësinë që ka ai kundër dhimbjeve të dhëmbëve. I gjithë sekreti qëndron te një element që gjendet te karafili. Eugenoli që gjenden te karafili do të jetë përbërësi sekret që mund të marrim përfitime të duhura për shëndetin dhe të lehtësojmë gjithashtu komplikacionet. Për ta përdorur atë në dhimbjet e dhëmbit, ndiqni këto hapa. Si fillim, ju duhet një garzë e pastër dhe një top pambuku. Zhysni garzën ose pambuku në vajin e karafilit, disa pika mjafton. Aplikoni atë në vendin ku keni dhimbje. Kështu do të keni lehtësimin e duhur dhe do të evitoni shqetësimet. Këshilla është që të vendoset edhe boqja e vogël e karafilit në kontakt me dhëmbin tuaj. Kjo do të jetë një mundësi shumë e mirë derisa të merrni trajtimin e specializuar nga mjeku. Ndaj përdoreni atë gjithmonë në mënyrën e saktë.